Bismillahirrahmanirrahim. Jemi në pjesën e fundit të muajit bekuar të Ramazanit, në pjesën më të bukur të tij, në pjesën më të vlefshme të tij. Muslimanët e parë i kanë veçuar me punë të mira 3 dhjetë. Dhjetën e parë të muajit Muharram, dhjetën e parë të muajit Dhul-Hijja dhe dhjetën e fundit të muajit bekuar të Ramazanit. Jemi në pjesën e fundit të këtij muaji, në pjesën më të bukur, më të vlefshme, për arsye se në këtë pjesë zindet një natë, e cila është natë e bekuar, e cila është natë me vlerë të madhe, e cila është natë më e mirë se sa 1000 muaj të tjerë, e cila është natë të cilën Allahu e ka përzgjedhur që ta zbresë fjalën e tij, Koranin, në tokë. Bëhet fjalë për natën e Kadrit. Shtrohet pyetja se kur dhe në cilën natë prej këtyre natëve të fundit të këtij muaji ndodhet nata e Kadrit. Atëherë nëse shikojmë argumentet, nëse shikojmë në hadithet cilat kanë ardhur nga i dërguari Allahu alayhi salatu wassalam, gjejmë se nata e Kadrit lëviz dhe nuk është vetëm në një natë të caktuar. Pra nëse shohim në argumentet dhe hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam, gjejmë se nata e Kadrit mund të bie në natën e 21 të këtij muaji. Mund të bie në natën e 23, 25, 27 dhe mund të bie në natën e fundit të këtyre natëve dhe të këtij muaji. Te anashkalojmë të gjitha këto argumente edhe ta përcaktojmë natën e Kadrit vetëm në një natë, sikur që është nata 27, mendoj se ne kemi të drejtë. Për faktin se shumë prej argumenteve tregojnë se kjo natë mund të lëvizë në natët e fundit të Ramazanit, në veçanti në natët të kësaj dhjetëshe të fundit. Besimtari dohet ta kërkojë këtë natë duke ba ibadet, çdo lloj të ibadetit cilin ai ka mundësi, në veçanti duke fal namaz. Dhe ai i cili fal namaz, sidomos në 10 natën e fundit të këtij muaji, mendoj se e ka arritur natën e Kadrit dhe e ka shfrytzuar mirë, dhe shpërblimi i tij përveç asaj se Allahu ka përgatitur, përveç asaj që Allahu ka përgatitur për te tek ai në ditën e gjykimit, një prej shpërblimeve është edhe falja e gjunaheve, për arsye se i dërguari alayhi salatu wassalam ka thënë: "Men qama lejletal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili fal namaz në natën e Kadrit me iman në Allahun dhe me shpresë në shpërblimin e tij, do t'i falen gjunahet e kaluara. Dhe kushdo që e kalon këtë pjesë të fundit të Ramazanit në namaz, atëherë ai person e ka arritur natën e Kadrit. Dhe ai i cili e arrin natën e Kadrit, me të vërtetë ka fituar shumë shpërblime të i madhi Zot subhanahu wa taala. Ndërsa ai i cili këtë pjesë të fundit të Ramazanit e kalon në gjëra të kota, e kalon në gjumë, e kalon në muhabete dhe në llafe me shoqëri, llafe të cilat nuk ka përfitime për tyne, mendoj se ai person është privuar nga shumë të mira.